kam pas pandehur Ramiz Alin, Hekuran Isajn dhe Simon Stefanin. Në atë kohë ka pas ligj për konfliktin e interesit në Republikën e Shqipërisë dhe është miratuar në 2008 më duket. Po. Ligji për konfliktin e interesit. Dhe kam dhënë dorëheqje nga gjykimi i asaj çështje, dhe kam pas pasoja shumë të rënda nga ajo dorëheqje, me arsyetim se kam konflikt interesi me Ramiz Alin. Çfarë konflikti interesi kishit ju? Unë kam qenë i dënuar me vdekje nga gjykata, nga Kolegji Penal i Gjykatës Lartë të Republikës Shqipërisë në vitin 85. Në 85 keni qenë i dënuar me vdekje? Në moshën 23 vjeç. Edhe ligji atëhershëm e kishte se kushdo që dënohej me vdekje nuk ekzekutohej pa kaluar nëpër presidiumin e Kuvendit Popullor dhe kryetari i presidiumit ishte vetë Ramiz Alia. Unë e kam shpjeguar edhe herë tjetër nëpër media se si u bën arsye, por Ramiz Alia, si kryetari i presidiumit të Kuvendit Popullor, ka firmuar një dekret që dënimin tim me vdekjen pushkatim. Dhe çuni xhajas tim e ka kthyr me 25 vjet burg sa ashtu ishte ligji atë. Dhe për këtë arsye unë kam thonë nuk marr pjesë në gjykimin e këtij personi, sepse kam konflikt interesi. Mund të thoni ju ku e ditë ti çfarë konflikti interesit në 97, 98. Kishte filluar sistemi gjyqësor trajnimet dhe në ato kohë rastësisht kam qenë një trajnim në Gjermani dhe ishte tema për konfliktin e interesit. Kështu që kjo gjyqtare vetëm për këtë arsye nuk duhet gjykonte. Ose ka një lloj integriteti gjyqtarit, duhet të kenë integritet shumë klart moral. Ka rrëzuar disa herë gjykata kërkesa për dorëheqje për përjashtim. Integritetin moral i gjyqtarit. Profesionalin e kanë zgjedhur edhe plesht konfliktet në zonat tona. Po, në zonat tona Ka zgjedhur Binagalies, ka pas as i klas shkolle e njeh gjithë veriu për zgjedhjen e konflikteve. Po, shumë e drejtë. Kështu që kjo po nuk është mjaftuar vetëm me kaq. E njëjta gjyqtare po gjykon tash sa kohë mas 20 vjeç për çështjen e Gredecit, kryetarin e Partisë Republikane.